Tensionet ndaj emigrantëve në Afrikën e Jugut po arrin nivele të alarmante. Grupet kundër emigracionit u kanë dhënë ultimatum të gjithë të huajve pa dokumente që të largoheshin nga vendi deri të martën, përpara protestave të paralajmëruara në disa qytete. Ndërkohë, mijëra emigrant po largohen nga vendi mes frikës për sulme dhe për shkallëzim të dhunës. Muajt e fundit janë regjistruar protesta kundër të huajve, ndërsa grupe vigjilente kanë sulmuar edhe emigrant që ndodheshin ligjërisht në Afrikën e Jugut. Grupet kundër emigracionit pretendojnë se emigrantët të paligjshëm po marrin vendet e punës qytetarëve vendas, por rëndojnë sistemin e shërbimeve publike dhe po kontribuojnë në rritjen e kriminalitetit. Megjithatë, të dhënat zyrtare tregojnë një panoramë më komplekse. Sipas statistikave kombëtare, në vitin 2023, në Afrikën e Jugut jetonin rreth 3.1 milion emigrant, ose vetëm 4.1% e popullsisë, një përqindje më e ulët se në shumë vende të zhvilluara. Ekspertët theksojnë se problemet e sistemit shëndetësor dhe arsimit lidhen kryesisht me mungesën e investimeve dhe korrupsionin, jo me praninë e emigrantëve. Një studim i Bankës Botërore ka arritur në përfundimin se çdo emigrant i punësuar gjeneron aktivitet ekonomik që krijon mesatarisht 2 vende pune për qytetarët vendas. Analistët politik argumentojnë se emigrantët afrikanë janë kthyer në objektivin kryesor të pakënaqësisë sociale. Sipas tyre, papunësia e lartë, pabarazia ekonomike dhe kriza sociale kanë krijuar terren për fajësimin e emigrantëve, ndërsa retorika kundër tyre shpesh forcohet gjatë fushatave zgjedhore. Qeveria e Afrikës së Jugut ka dënuar zyrtarisht dhunën ndaj emigrantëve, por është kritikuar nga shtetet e tjera afrikane dhe organizatat të shoqërisë civile për dështimin në parandalimin e sulmeve ksenofobike. Me protestat që pritet të zhvillohen në ditën të vijim, autoritetet mbeten në gatishmëri për të shmangur për shkallëzimin e situatës dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe emigrantëve.